Janë vetë të varfër, megjithatë në këtë ditë feste kanë menduar të bëjnë të lumtur fëmijët e tjerë, të cilët gjithashtu e presin vitin e ri me skamjes. Janë 16 fëmijët e komunitetit të Rom, të cilët kanë mbledhur kursimet e tyre për t'i dhuruar lodra e veshje të vegjëlve të tjerë të njëjtit komunitet, të cilët çdo ditë ishin rrugëve të Tiranës duke lypur. Donim t'i bënim bashkëmoshatarët tanë të lumtur, përgjigjen ata kur i pyesim për këtë iniciativë të veçantë. Sepse neve na vjen shumë keq për fëmijët e varfër që lypin nëpër rrugë, që rrin gjithë ditën të lyp. Jemi 16 mijë që kemi bërë këtë dhuratë për fëmijët e Rom. Ju uroj gëzuar vitin e ri, edhe Rom edhe jo Rom. Kam për dhuratë, kukulla, çokolata. Ndërsa të vegjëlve që kanë marrë në duar dhuratën e shumë pritur, u lexohet gëzimi në fytyrë. Emraj. Kjo është dhurata e vetme që ke marrë? Po. Apo ke marrë dhurata të tjera nga prindrit? Po vitin e ri ku do ta festosh? Shtëpi. Çfarë ke marrë të dhurata? Një papagjish. Je i lumtur? Pa. Çfarë dhurate do doje tjetër? Asnjë dhuratë. Ashtu si bashkëmoshatarët e tyre, edhe këta të vegjël do të festojnë natën e ndërimit të viteve pranë familjes, por ndryshe nga fëmijët e tjerë, prej ditësh ata kanë lypur në rrugë për të mbledhur paratë e nevojshme për të shtruar tryezën e festës. Joana, dolëm të lypim, ta festojmë vitin e ri. Mora më falen këta goca, më bëj qefi. Fshi shtëpinë, lyp për shumë të bëjmë buke shtëpia.